Është kënaqësi e madhe që ta kemi për herë të dytë kryeministrin në qeverinë dhe këta aktivitet bëhen progradis. Ju uroj punë të mbar. Fillimisht të nisim nga diskutimet. Do ishte me vlerë që të kishim edhe nga një njësi BESA në secilën ministri. Dokumenti BESA, sipas mendimit tim, synon që të vërë emra konkret për shqetësime që artikulohen në publik. Sfida më e madhe do të jetë si ta kthejmë dëgjimin në një vendimarrje dhe rezultat. Emërtimi është shumë i fuqishëm, BESA është gjetje jashtëzakonisht interesante, shumë e fortë. Padyshim që një reflektim i tillë i thellë është i domosdoshëm. Formoj një sistem të dyfisht, besueshmërie përmes marrëdhënies qeveri-qytetar. Kjo është komplet një kulturë e re që ne duam të përqafojmë qeverisje. Kjo është tryeza më e rëndësishme që diskutojmë këto dy dokumenta, sepse kësaj tryeze i kërkohet vullnet politik. Ne mund ta bëjmë këtë gjë dhe ta bëjmë më mirë se sa të tjerët. Besimin e ndërtojmë përmes të vërtetave dhe fakteve. Do të thotë përmes punës tonë. 1, 2, 3, 4 gjëra që do bëjmë. Unë besoj që zgjidhja duhet jetë e dedikuar. Leximi duhet bëhet në disa nivele. Të njohin problemet e familjes si dhe problemet e biznesit, problemin e profesionistit, po edhe ato të pensionistit. Si BESA ashtu dhe prania besnike ngren një shqetësim që është erëzonisht shumë domethënës, pasi periudhë gjatë qeverisë ekziston rreziku i erozionit besimit. BESA, dokumenti i parë, është një lloj imponimi që ka ardhur nga shoqëria. Qeveria prodhon politika, partia ndërton marrëdhënia, qeveria administron shtetin, partia dëgjon njerëzit. Ndarja është jashtëzakonisht shumë elegante. Dokumenti BESA ka sjell të plotë atë që është institucionalizimi, jashtë asaj që është qendrëzim informacioni, unifikim sjellje, analizë faktesh, reagim për fazën që vjen më pas, duke marrë dhe masa. Fryma e skuadrës nuk mund të krijohet dot nga poshtë lart, krijohet nga lart poshtë. E para e perceptoj si një sistem kombëtar i cili duhet aplikohet në 12 qarqet e vendit për të kuptuar atë çfarë ndodh në territor dhe për të pasur një panoramë të qartë. Implementimi i pranisë besnike ngjelet drejtuesi politik, deputetët dhe kryetarët e partisë në radhë. Një problematikat kryesore lidhet kryesisht me tendencën e vazhdueshme të përhershme për të mos ndëshkuar mungesën e performancës. Fiksimi jonë duhet jetë shqetësimi i çdo qytetari. Prandaj drejtuesve politik duhet t'i japin fuqi që ta ndjekin territorin aty dhe ministrave duhet t'i japim detyrimin që çdo muaj të ndjekin vetë personalisht gjithë drejtoritë. Dhe nëse është një grup deputetësh që fokusohen bashkë dhe i marrin analizë bashkë, atëherë ndryshon gjë.